Të gjithë këta që sonte ishin prezent në këtë iftar janë subjektet kyç të ngritjes, zhvillimit, organizimit dhe kultivimit të jetës fetare, qofshin ato në xhami, qofshin në medrese, në fakultet dhe në basin fetare islame dhe gjitha muftinitë e saj të shtrirra. Unë ndjem tepër të kënaqur dhe të privilegjuar me pjesëmarrjen e madhe, qoftë nga antarët e riasetit, por sidomos në punëzve fetare të muftinisë së basisë fetare islame, dhe këtu më lejoni që të falenderoj dhe shpreh mirënjohjet tona për kontributin e jashtëzakonshëm që japim, që fjala e Allahu xhaleshanuhu, vedia islame dhe organizimi i mirëfillt i jetës fetare islame të jetë ashtu siç u dha shembulli sonte i vetë personaliteteve prezent në këtë iftar. Më lejoni që të falenderoj këshillat e xhamive për kontributin dhe sakrificën e tyre dhe të lutem Allahun fuqiplot që gjitha kontributet, mundi, angazhimi i tyre gjatë muajit bekuar të Ramazanit në krijem e në punësit fetar, por edhe gjithë besimtarët, Allahu xhaleshanu tu pranoj këtë mund, ibadetet e tyre, agjërimet e tyre dhe inshallah të gëzuar dhe të lumtur të arrijm natën e Kadrit, por edhe gëzimin më të madh të këtij muaji në përfundimin e këtij muaji siç është dita e Bajramit.